Historia e parë shoqëri që ka mbaruar prej kohësh, por ka lënë plag tek Tea, e cila është mashtruar që nga klasa e 4. Kuptoni çfarë njerëzish që fëmijëri. Dhe është manipuluar nga një shoqe e afërt. Është një manipulim emocional që filloi herët dhe zgjati deri në klasë të 9, pra zgjati një periudhë kohe shumë të rëndësishme në jetën e një fëmie, klasë e 4. 5 vite. Sa humbi vetvlerësimin, domethënë, si thua, e degradoi komplet si individ, si identitet për kaq kohë, pikërisht shoqja e saj. Tea? Mund ta di moshën, të lutem? Unë tani jam 19 vjeç. Okej. Do të thonë nuk paske shumë vite që je shkëputur, pra kjo historia është e freskët për ty. Po, është akoma e freskët. Më thua çfarë ndodhi? Se janë 5 vjet që ti je ndjerë e mashtruar nga shoqja jote më e ngushtë. Atëherë historia filloi siç thash në klasën e 4, ku ishte një periudhë që vinin nxënës të rinj në shkollë dhe kjo vajza ishte një nga nxënësat e reja që kishte ardhur. Filloi me shikime, filloi të më studionte, domethënë që kur erdhi, me kërria, çfarë bëja, gjithë këto gjërat, dhe pastaj filloi u afrua duke thënë që hajde lëm orët e mësimit, hajde provojmë cigaren, hajde shkojmë në një klub, marrim karta falso. Që në klasë të 4? Po, që në klasë 4. Edhe unë isha dhe nga një periudhë që sa më ishin divorcuar dhe prindrit, dhe ajo e pak të gjë që isha pak vulnerabël, edhe nuk isha në formën time më të mirë. U lidhëm shumë me njëra tjetrën, filluam dilnim, rrinim, ajo vinte te shtëpia ime, kur shkoja unë te shtëpia saj, ajo nuk më linte të futesh te shtëpia saj. Edhe filluan pak nga pak këto gjërat që filluan të më rrinin të gjithë sipas asaj. Ajo më thoshte gjithmonë që të ka inat ky mendon që ti je e përdal, ky mendon që ti je shumtuar, je shpifur. Më fal, këto biseda bëheshin kur ju ishi vetëm 10 vjeç? Po, siç thash, më izolova nga të gjithë, pasi më kishte dhënë këtë idenë që të gjithë më rrenin. Fillova të krijoja një urrëtie edhe ndaj mamit që ma shkaktonte ajo. Po pse çfarë të thoshte? Po, gjithmonë thoshte që nuk ta do njëri të mirën sa ta dua unë, as mami. Ja, mami do të largoj nga unë, po unë ta dua të mirën më shumë nga gjithë. 10 vjeç. Filloi me pamjen e jashtme, që thoshte shisje ke trupin, shisa jemi të shumtuara, thoshte të dyja. Jemi të shpifura, nuk o zoti madh si do na shohin në këtë gjendje të dyjave, domethënë e përfshinte edhe veten në atë gjë, dhe krijova shumë pasiguri dhe me veten, dhe fillova u transformova dhe vetë. Vishesha me rroba më të gjëra, ishte edhe periudha Covidi që mbani maskat, edhe ajo më thoshte gjithmonë mbaje maskën, mos e hiqe, dhe kur ishim domethënë në vende që s'kishte nevojë për maskë, e mbaja maskën nga pasiguria që kisha për pamjen e jashtme. Në këtë moshë, këtë vit, kjo i bënte të gjitha këto. Pra, gati të futi në sherr me mamin, me shoqërinë, po pastaj çfarë ndodhi, se vazhdoi 5 vjet kjo apo jo? Ka vazhduar deri në klasën e 9, që edhe ndryshimi patjetër ke që u maturove, u rritë pak më shumë. Po, kur unë gjithmonë e thellë brenda meje dija që diçka nuk shkonte, po isha kaq e futur, më kishte thithur në atë vorbullën e vet, se që nuk dilja dot. Mbasi kaluan ca kohë, unë vendosa ta flisja me dikë, se dyshimet e kisha, dhe një afërmi im, teksa po e flisja, mi konfirmoi ato dyshimet që kisha për këtë. Në ç'kuptim, ç'a dyshimesh kishe? Kisha dyshime që ma shtronte në lidhje dhe me shoqëritë, me këto që më urrenin të gjithë, dhe me mamin që s'ma donte as mamin të mirën, nga që isha akoma në efektin e asaj, thash që e folja me dikë. Dhe pastaj filloi me mashtrimin që kishte fuqi binatyrore, i ndjente gjërat, ndjente mendimet, edhe filloi të më thoshte që unë i kuptoj njerëzit, ky s'të do, ky të do, se unë di më shumë se ç'di njerëzit normal. Edhe unë isha dhe më vogël dhe çfarë më thoshte ajo në besoja. Fillova dhe nga ky afërmi u distancova. Nuk rria as me mami, nuk flisja as një gjë çfarë ndodhte.
The pak më herët që nuk të lejonte të futesh te shtëpia e saj. Po, nuk më lejon të futesh te shtëpia Po, nuk e asnjë lloj informacioni çfarë ndodhte, në çfarë histori familjare kishte. E kuptova mbasi u distancova, mbasi pata këtë shkëputjen nga ajo që ndodhi në klasë të 8, i thash që nuk dua të vazhdojmë të shoqërohemi bashkë. Aty pastaj ndryshoi komplet historia dhe mori kthes tjetër. Jo, ndoshta se kuptove pyetjen. Pse nuk të futi në shtëpi? Se kam pasur për shembull në punë, kam punësuar dikur, që në një vetëm 6 muaj dhe unë shpëtova, po në vende të tjera i bëri shumë dëm edhe financiare, e cila shpikte histori. Thoshte mamaja ime, dhe kjo është e vërtet, ka dëshirë të ikin në Afrikë, që kjo nuk është histori për të shpikur, por për shembull ne në Shqipëri, ca lidhje i bëjmë. Në këtë rast Teja ka qenë e vogël, po ca lidhje bëjmë. Për shembull mamaja ime koleksionon porcelan. Mama ime ka qef të koleksionoj këtë. Tashi ka ngelur Afrika. Dhe kjo vajza kishte një çantë majmën Louis Vuitton Neverfull, vetëm atë, dhe disa veshje të lira që do ja ca shenja që të tregojnë që dhe fakti që e ëma e vet në atë shtëpi ku kishte një shqiptare që koleksionoka këto gjëra dhe kishte një lloj rahatije kaq të madhe. Pra ajo donte të krijonte idenë që ai ishte rritur në një aristokraci që shumë pak ekziston në Shqipëri. Shumë pak. Dhe ato që janë e njohim, Ka një sidomos brezin. Një term në psikologji që quhet mashtruesi që krijon, pra krijuesi. Po krijuesi. Në këtë Po të krijonte edhe në punë që ishte krijon mirë apo. histori, nga nevoja për të bërë jetën më interesante. Po. Nëse prandaj po them që ndoshta edhe kjo shoqja jote mos e ka bërë jetën e saj shumë interesante dhe ka pas turp nga vetja. Çfarë thoshte për veten ajo? Në atë periudhë filloi me këto mashtrimet e magjisë dhe një justifikim që kishte që mos futesh në shtëpi, fliste për magjitë që jo, se kam frikë mos mbyn magji, mos fusin nuk më Jo, i lejon. kam fjalën nga për prindrit, për familjen e vet, a kishte thoshte që kam lekë, kam këtë apo jo? Jo, nuk e kishte atë, nuk mashtronte për ashtu gjësh, po kishte më shumë këtë pjesën që nuk e lejonte mami se i kishin ndodhur ca gjëra e kështu justifikime që sepse unë e fusja atë në shtëpi dhe ajo nuk lejonte të futesh atë shtëpia e saj dhe gjithmonë më bënte përshtypje dhe gjithmonë ishte justifikimi që nuk më lejon mami të fus njerëz në shtëpi. Ishte fëmijë vetëm? Kishte një vëlla më të vogël. Të ka detyruar ty të bëje gjëra për të, qoftë të jepje gjëra, rroba, lek, ç'a mund kishe? Po, me lek, me rroba, merrte lek dhe nuk mi kthente më. Më kërkonte se për shembull 20.000 lek, se duhet shkonte të merrte diçka për një shoqe tjetër dhe do mi kthente dhe unë nga që kisha shumë siklet t'ja kërkoja dhe ajo e dinte që unë kisha siklet t'ja kërkoja mbrapsht dhe më përdorte këtë gjë. Na fut edhe një kushëri në histori që tha diçka, pastaj e largove edhe kushëririn. Se zgjati 5 vjet. Kur ti që në 2020-ën, që atëherë ti kuptove ca shenja, po 4 vitet e tjera, çfarë të mbante shoqi me atë? Ishte e pamundur pasi krijoi dhe këtë marrëdhënien që i tregoja sekretet e mia dhe sherret që mund bëja në familje ose një sekret timin edhe gjithmonë ma përdorte që nëse ti nuk jem shoqe me mua, unë do të të nxjerr këto, pasi unë di shumë për ty dhe ti s'di asnjë gjë për mua. Më jepte pak nga vetja dhe merrte shumë nga unë. Mund të më thoshte një sekret vogël dhe unë i thosha gjithë sekretet e mia. Kuptoj, po marrëdhënia me shokët e tjerë të klasës, si ishte? Si reagonin ndaj juve të dyjave bashk apo dhe veç e veç? Gjatë periudhës që ne ishim shoqe, unë afrova shumë me shoqërinë time që kisha në shkollë, pasi rrinim bashkë dhe unë gjithmonë i thosha shumë goce mirë, ta afrojmë edhe afrova me të gjithë dhe krijoi marrëdhënie me të gjithë. Marrëdhënie që zgjati, ishte edhe paralel, se tani ne e dim vetë që kur kishim shoqe të ngushta 9 vjeçare, ishte shoqja jon. Mund të ndaj her pas here me të tjerë, po kryesisht ishte shoqja jon. Ajo kishte edhe shoqe të tjera? Kryesisht ishte shoqe me mua, nuk kishte shoqe të ngushtë. Kishte kështu shoqe që mund të fliste e kështu, po që shoqe të ngushtë nuk kishte vetëm mua. Kur filluan pëlqime romantike, nëse kanë filluar, ka pasur ndonjë rast që të ka bërë përshtypje? Po, ka patur. Gjatë asaj periudhe unë kam pas një djalë në shkollë që e kishta qef, edhe si gjithë shoqet unë ja tregoja asaj. Edhe aty filloi pastaj që
e shifja që fliste më shumë atë, u afrua më shumë, edhe filloi pastaj që ndryshoi edhe këtë pjesën e aparencës për t'i rënë edhe më shumë në sy atij, i ndryshoi flokët si unë, filloi edhe me veshjen, merrte të njëjtat rroba si unë. Është histori e njohur kjo. Është histori e përsëritur. Domethënë unë besoj që shumë njerëz po të fillojnë kujtohen kanë diku në skena jetë apo në xhelozie shkollë. me Gjithmonë fëmijët. është një njeri i tillë. E që më përshtypje është që sipas variantit të Teas, kjo vajzë ka që shumë e përqendruar që në moshën 10 vjeçare dhe unë ndërkohë në një moment u kujtova se po mendoja vajzat e mia 10 vjeç. Dhe pastaj u kujtova që janë ca muhabete që edhe mund t'i bësh nëse ke, por shumë e vogël prap. Është shumë e vogël, edhe mund të shihet si një shfaqje e ligësisë, më shumë se ta demonstroj këtë gjë një fëmijë duket pak e tepërt dhe mund të shkojmë pak tek familja, se çfarë shikon familja, çfarë ndos në familjen e saj, prandaj i do ishte shumë e rëndësishme të zbuloni më shumë, pasi aty mund të kemi modele, mund të kemi mënyra se si ajo i shikon tek prindrit dhe i bën tek vetja. Ose mund të kemi një situatë tjetër që ndodh shumë shpesh, ku fëmia ndihet jo i vlerësuar në shtëpi, ndihet inferior, ndihet që krahasohet me vëllezërit, me motrat dhe e shikon si një mundësi për dominancë ose kontroll ta bëjnë në shtëpi. Dhe kjo është një gjë shumë e zakonshme mes njerëzve që ose fëmijëve kujdo që bullizon. Pra ka një histori familjare ku nuk merr plotësisht ato që duhet merr dhe i gjen hapësira tjera ku mundet i shfaq. O Teja, a interesove ndonjëherë për familjen e saj? U interesova dhe mbasi gjithë këto gënjeshtra dolën dhe filloi ankimi jo vetëm nga unë, po nga shumë zënës tjerë, nga prindër tjerë, dhe e joma asaj u informua nga kjo gjë, e joma nuk e pranonte që ajo ishte kështu dhe ja mbulonte dhe gënjeshtrat e veta, diçka që mund të ishte shumë e dukshme që ishte gënjeshtër, gjithmonë ja mbulonte që goca ime s'është ashtu, ju jeni të fiksuar me gocën time, thoshte. Se the pak më herë që kishte një vetëvlerësim tullet dhe ajo vetë, pra ne të dyja thonte që nuk pëlqehemi, mos na shikoj njëri, janë ca detaje që ajo e përfshinte. Kishte ndoshta nevojë për suport për dikë tjetër ku të shkarkonte ato pasiguritë e veta. E bëjnë këtë, mos ka pëlqyer kjo pjesa ne kurr, por që e bëjnë. Për të mos ta thënë ty fusin dhe veten e tyre. Shumë e komplikuar si tek një individ të jenë kaq shumë element që nuk shkojnë. Me thënë deri në këtë nivelin e manipulimit të përdoren kaq shumë mbi një individ tjetër, nuk është e lehtë, domethënë, të gjendet. Pavarësisht se bullizmi është patjetër i zakonshëm, ne mund bullizohet dhe është një fenomen i zakonshëm, por gjithsesi kjo tipologji e personit me këto lloj karakteristikash që ka, nuk është e lehtë të formohet. Pra do të ketë qenë një mjedis shumë toksik familjar që tjetë. Po nëse dhe ëma vet, nëse është ngritur gjithë shkolla, pra nuk është vetëm varianti Teas, atë kanë përjashtuar nga shkolla atë gocën? U largua vetë, sepse u mblodhën shumë nxënës edhe prindër, edhe vendosi të largohej vetë. Po tashi është më terreni i sigurt për veprimtarinë e saj. Nëse janë mbledhur kaq shumë njerëz edhe prindër dhe e ëma nuk ka marrë mundimin që ta diskutojë apo të paktën ta kuptoj se ç'a ndodh, dhe atëherë aty ka shumë nëna që vjen në pozicion mbrojtës direkt për fëmijën e tyre. Dhe kjo fëmijës jep një mesazh që unë e kam rregull sjelljen. Do të jemi shumë kujdesshëm. Është e frikshme që manipulimi të filloj kaq herët, por unë kujtoj që edhe unë kam parë manipulim, kujtoj po tash po kujtoj edhe në 10 vjeçare ka pasur njerëz të tillë me një kështu fuqi manipulimi të frikshme, që është gati e lindur kjo gjëja. Kalon në posesivitet, është edhe të fillosh pastaj të lyesh flokët apo të vishësh si ajo tjetra, është tamam si ato filmat që kalonin çmendeshin ato. Prandaj them që është komplekse, sepse nuk ngelet aty, shkon në çrregullim identiteti, të formosohesh si një person tjetër. Teja, ndërkohë ti prindrit i kishte të divorcuar në atë kohë apo po të divorcoheshin atë kohë? Si ishte gjendja jote që u bëre prej kësaj vajzës? Mua sapo më ishin divorcuar prindrit, domethënë ishte diçka e freskët për mua dhe ishte një moment që unë nuk e kisha as mamin as babin në formën më të mirë dhe ishin edhe ato të shpërqendruar në situatën e vet. Kisha nevojë për të folur me dikë, për t'i thënë këto gjërat. Ti je vajzë vetme? Po, unë jam vajzë vetme. Dhe pastaj ti jetove me mamin. Babi u largua nga shtëpia. Po, babi u largua nga shtëpia dhe unë jetova me mamin. Edhe mirë kuptohet që në fillim
Është një njeri që e dëgjon. Se prindrit në atë moment nuk është se kjo do që dhe dëgjojnë. Po pse është hapur pikërisht kushëririt, domethënë, dhe jo mamit. Po. E kisha më shumë si shok. Po mami pa ndonjë gjë te kjo goca gjatë atyre 5 vjetëve, të ka çuar ndonjë sinjal, ndonjë mesazh? Mami gjithmonë më thoshte që diçka nuk shkon. Mendoj që ishte edhe ajo intuita e saj. E shifte që dhe unë u transformova, u shpërshëndrova, vinte më përqafonte, unë shtyja, i thosha të lutem mos më prek, se dhe kontakti fizik filloi nuk e duroja dot. Edhe pastaj po kur nuk më thoshte që mos rri me atë, mos më shoqëro, se donte edhe që unë ta shifja vet, ta kuptoja. Po. Dhe kur e kuptove ti tamam, kur ndodhi e thyrja e madhe? Sepse nga letra që lexova pastaj me vazhdimin e historisë, ajo futi edhe të tjerë kundër teje, filloi të çante të krijonte një imazh që ishte një vajzë për dalë dhe në shkollë apo jo? Çfarë filloi të bënte ajo kur u rrit çik më shumë? Si fillim filloi me shpifjet, jo vetëm tek nxënësit, tek bashkëmoshataret, po dhe te zyshat. Mua filluan zyshat më shifnin me një sy ndryshe, se normalisht me gjërat që i thoshte ajo, që unë isha e përdal, unë vija nga një familje e përdal, mamin ma shante, thoshte gjëra që unë kam marrë peng me babin në makinë, thoshte gjëra që unë kam parë mamin e tejas me njerkun e vet kryer marrëdhënie. Pastaj shpifte sikur unë çoja foto nudo çunave. Gjatë kohës që ne ishim shoqe, unë mund të flisja me atë me kamerë, kjo i kapte screen record, gjatë kohës që unë mund t'i tregoja një veshje, një gjë, e kapte screen record dhe ja tregonte të tjerëve sikur unë ja çoja Më fal, po ti ishe në çunave. dieni të këtyre gjërave në atë moment që ndodhin? Këto gjërat ndodhen mbasi ne u shkëputëm, që filloi me këto Okej, me këtë shqipje. shantazhin emocional. Po. Dhe pastaj dhe unë fillova të flisja me njerëzit që kishin marrë natë, filluam, diskutuam edhe gjithmonë më thoshin që ti na shajën, ti na urreje, se bënte këtë taktikën që i thoshte njerëzve të tjerë që ajo të ka sharë dhe mua më thoshte që ato të kanë sharë dhe unë nuk ballafaqohesha me ato. Po kur iku nga shkolla, vazhdoi më me presion? Po, vazhdoj. Mua dhe sot e kësaj dite më ndjekin shpifjet e asaj, që më vinë njerëz që më pyesin me vërtet ka ndodhur kjo gjë, edhe pse ndryshuam shkollë, vetëm në shkolla të ndryshme, akoma dhe sot e kësaj dite gjërat që thot ajo për mua më ndjekin. Tash ai vazhdon jeton në të njëjtin qytet. Po, në Tiranë. Dhe ty të ndjekin gjëra që e ka thënë dikur apo ai vazhdon flet për ty? Ajo vazhdon flet për mua. Mos të do, moj. Që nga shumë e fiksuar. Jo, të kuptojmë dhe çfarë ndikimi ka sot. Besimi më shtyr, është shumë e vështirë për mua të krijoj marrëdhënie shoqërore me femra, me të krijoj lidhje, është bërë shumë e vështirë pasi si besoj dot askujt. Nuk e krijuar më asnjë shoqëri me vajzë që presë kohë? Mund të krijoj shoqëri, po mbaj limite, krijoj barriera. Nuk jam aq e lidhur sa mund t'isha me atë. Ke ndonjë përgjegjësim? Mendon se të tjerë do bëjnë njësoj me ty? E mendoj gjithmonë, thjesht jo në ato nivele që e çoi ajo, po gjithmonë mendoj që mund të ndodhi. Ke parasysh sinjale të caktuara që shikon tek të tjerët sa i takon? Po, tani që sa shoh një red flag te dikush, gjithmonë distancohem direkt tek gjëja e parë që shoh që nuk shkon ose që më lidhet me marrëdhënien ose me sjelljet e asaj, gjithmonë distancohem direkt. Ka ndonjë sjellje që të ka ngelur në mendje? Që të frikson kur e mendon se si e ke jetuar në atë kohë? Po, gjithmonë kishte këtë pjesën që më thoshte unë do të bëj pa emocione, dëshironte shumë që të më largonte emocionin. Çfarë perceptimi kishe në kohë kur thonte do të bëj pa emocione? Gjithmonë më bënte përshtypje, edhe thjesht thosha që s'është normale, e mendoja, po thosha kjo ma do të mirën mua. S'ma do asnjëri të mirë, isha forcuar shumë të marrëdhënia me këtë, saqë nuk e mendoja si një red flag ose diçka e çuditshme. Pra kishte manipuluar në një nivel shumë të fuqishëm. Po,
Në njëra anë të thonte të jep të sigurisht aty për ty, sikur të donte, më shumë se kushdo, nga ana tjetër të përdorte edhe pjesën e manipulimit. Po, Kur e mendon sot, nuk mund të them që pendohem për marrëdhënien që kisha. Normalisht që më ndjek akoma si gjë, fjalët që thonë normalisht se nuk mund të them që nuk më intereson ndikohem, por që nga një anë them që më mirë që e kalova aq shpejt në atë moshë të vogël që e kisha si mësim për tani dhe nuk i afroj njerëzit ose t'i besoj njerëzve aq shumë sa i besova asaj. A mendoj që mes dy ekstremeve, fakti që ai besoi plotësisht 5 vjet i dha gjithçka asaj shoqje, lek, nuk u ndje për asgjë, edhe për faktin që ai thoshte je shumë tuar i gjithçka, dhe pjesës tash i ka kaluar në ekstremin tjetër që nuk i beson askujt. A mendon që Teja ka nevojë pak për terapi për të kuptuar veten e vet, kuptuar edhe fillesën e pse ishte kaq vulnerabël dhe se ajo mund të ndodhi dhe në një moment pa mendje, se mund të jetë ashije sa ka kaluar, ajo është e fortë tani. Thot limite, por dorëzohet njeriu. Në një moment i dorëzon armët, asnjë lloj ushtari nuk i ka mbajt armët si për 24 orë. Në një moment dikush të futet në zemër, dorëzohesh edhe ti mund të kesh të njëjtat simptoma, mund të kërkosh, mund të kapi në të njëjtat dobësi të tuat. Në një nga elementet kryesorë që shikojmë terapi është kur dikush faq përgjegjësimin. Po nëse ai e përgjegjëson ose ajo e përgjegjëson situatën traumatike që i ka ndodhur, aty e kuptoj që trauma nuk është zgjidhur akoma, vazhdon ta përndjek. Kështu që është e nevojshme patjetër të trajtohet. Teja tha që kam vetëm tek vajzat, por mund të jetë edhe tek gjithë njerëzit. Tek marrëdhëniet ndoshta më romantike, më vonshme që mund të ketë, mund të ndërhyj kjo lloj historisë që i ka prekur në atë periudhë, që e kemi thënë shumë herë sa e rëndësishme është të mos ndodhin në atë kohë, sepse krijojnë perceptimet më të fuqishme tonat edhe më pas na ndjekin gjatë gjithë kohës, gjithë jetës. Ti Teja ke kërkuar vetë të bësh terapi? E ke menduar ndonjëherë? E kam menduar dhe kam bërë kështu, kam vajtur në psikologe, e kam folur. Prap, nuk kam gjetur një zgjidhje të kësaj ndjekjes ose kësaj pasigurisë që kam me marrëdhëniet. Edhe e shoh që më ndikon jo vetëm me marrëdhëniet shoqërore, po edhe me marrëdhëniet romantike. Nuk më zgjasin nga frika, nga pasiguria që kam. Çfarë të trëm tek marrëdhëniet romantike? Apo janë gjëra bazike, tradhtia e këto, apo ç'a mendon? Nuk e kam të tradhtia, kam më shumë tek pjesa e njëjta gjë që ndodhi te kjo marrëdhënia shoqërore që i besova shumë duke i thënë gjërat e mia, edhe traumat, edhe gjërat, ngjarjet që më kanë ndodhur, t'ia them një partneri dhe Ke frikë të marr kontrollin, se është e gjitha të kontrolloj. Po ndonjë element të cilën ti e ke superuar, ka? Kam pasur shumë kështu nevojë për mbështetje në marrëdhënie dhe tani e kam kaluar pak atë që duhet i thosha çdo gjë, çdo njeriu ose një shoqe që duhet shpresha për çdo gjë. Tani kam filluar i mbaj pak gjërat për vete, e mbys pak atë nevojën për t'i thënë çdo gjë çdo kujt. Kjo të ndihmon? Varet. Ndonjëherë më ndihmon, po dhe ndonjëherë ngarkohem, se mendoj që është njerëzore që të shprehemi. Ke ndonjë person të afërt që ti e beson pak më shumë se të tjerët? Po, mbas asaj ngjarjes me mamin, fillova të flisja çdo gjë dhe më ka ndihmuar dhe gjatë kësaj kohe marrëdhënia u bë dhe më fort, edhe me njerëkun fillova u hapa shumë dhe ai më ka ndihmuar shumë gjatë kësaj periudhe që të kaloj edhe këto gjërat që më thoshin njerëzit që qaja nga gjërat që dëgjoja për veten, që mbyllesha, gjithmonë e dija që kisha një mbështetje nga ato dy dhe kjo situatë më ndihmoi dhe të forcoja marrëdhënien me ata të dy. Ka diçka pozitive. Është ndodhur. Shumë pozitive ajo. Unë mendoj që ajo pjesa e edhe moshës, tani më vjen mirë që edhe të pjesa e divorcit thua është rikuperuar, edhe mami ka rolin e saj, që ka dhe është e kënaqur dhe të rast dhe njerëku. Teja është 19 vjeç, që prapë është e re. E ka të freskët, po është prapë e re dhe unë mendoj që ka kohën përpara, të paktën rast ajo
e refuzon terapi se tha s'më ka ndihmuar, mund t'i rikthehet në një moment tjetër, ka kohën për të punuar me vetbesimin e saj. E di çfarë më pëlqeu mund tek Tea që tha nuk pendojmë që më ka ndodhur. Do thotë që po përfiton nga kjo. Njerëzit që e thon këtë fjalë, nuk pendojmë që më ka ndodhur, do thotë që e pranojnë situatën dhe nxjerrin diçka që të vlefshme, le të themi, dhe nëse është traumë për saj. Teja si ata çuna që pinin cigare adoleshencë 13 vjeç dhe nuk e pinë më, dhe thon e mbarova, jam shumë i lumtur që e kam pirë 13 vjeç. Se njoh shumë histori të tilla dhe Teja jam shumë e lumtur që provova një manipuluese të këtij niveli aq e vogël, edhe e çuditshme se si mund të jetë njeriu i tillë në atë lloj moshe kur ti do të shohësh filma, do të luash Robloxa, domethënë maksimumi gjë luash Robloxa, flasësh për ndonjë gjë dhe të shkosh të të punoj truri gjithkohë se si të kesh pushtet mbi tjetrën. Domethënë kush e di se çfarë mbars me vet ajo vajzë, nuk e di. S'di të them. Në fakt, Dalina, pjesa e traumave që vijnë nga mashtrimet, pra që janë në nivel traume, jo këto mashtrime që ne mund të hasim çdo ditë dhe nuk ka një ndikim afatgjatë tek ne. Para disa kohësh kam dëgjuar për një terapi specifike që po bëhet në Amerikë, vetëm nga vetëm nga mashtrimet. Pra është një tip quhet post betrayal që ti mashtrohesh, domethënë, dhe është një tip sindrome e cila undos personave që e kalojnë. Por kjo është më shumë tek çiftet që kalojnë tradhti, që zhgënjehen nga persona që deri diku i kanë besuar më shumë se kujdo, dhe mbi këtë është ngritur pikërisht kjo terapi e cila punon me rastet duke i vendosur në gjendjen ku ata të fillojnë ta transformojnë komplet veten, sepse thuhet që kur ti tradhtohesh ose mashtrohesh në nivel të thellë emocional, ti nuk arrin dot të ndryshosh vetëm një aspekt të jetës tënde, sepse të ndikon tek të gjitha. Dhe si pasojë e kësaj ti duhet të transformosh komplet si njeri çdo aspekt të jetës tënde, të rindërtosh nga fillimi. Dhe bëhet një analogji shumë e bukur aty me shtëpinë. Thot, nëse ti kalon një situatë stresi për shembull, zakonisht në situata stresi ne japim bëjmë ndryshime, siç ndodh në shtëpi. Nëse prishet boljeri, ne ndryshojmë boljerin, nëse prishet çatia, ndryshojmë çatin. Kurse në këtë terapinë e transformimit, thot, duhet të ndryshojmë totalisht gjithë shtëpinë, sepse nuk mundemi të ndryshojmë vetëm një aspekt. Të ndikon tek marrëdhënia, të mënyrës se ti e shikon veten, tek puna, tek ana sociale, çdo gjë. Atë do të filloj të thoja se po e analizoja për Tean që është 19 vjeç, edhe fakti që e thash që është e re, ka kohë që të merret dhe në momentin që ajo e ka prekur dhe ka ndërhyr, se kur fore ti për shtëpi tani më kujtove ato miza, nuk e di siç bën një pastrim total që vinë ata me maska, ti largohesh nga shtëpia, edhe largohen nga shtëpia dhe pastrohen. Tashi ajo Teja të ka ndërhyr kudo ty, të ka ndërhyr tek vetbesimi shumë, ka thënë që je shëmtuar, të ka ndërhyr në lidhje romantike, të ka ndërhyr në mënyrën se si ti komunikon, të ka ndërhyr në mënyrën se si ti ke menduar për veten, a je e mençur apo jo. Kështu që si thua që i ke hapur gjithë dritaret e tua. Janë të gjitha dritaret e hapura, që ti avash po mbyll me ndihmën e mamit të njerkut edhe një çik me rritje dhe me kuptimin ti po mundohesh që ti mbyllësh, po siç tha edhe Jona, këto dritare duhen bërë nga fillimi, domethënë se mbyllet e kap ajo fryera dhe hapen prap. Dhe unë duke gjykuar nga mosha jote dhe nga fakti që ti merr sot në telefon, nga fakti që ti e ke analizuar, nga fakti që ti e ke pranuar çka ka ndodhur, mendoj që je shumë në kohë që realisht të ndërtosh të shtëpinë tënde të bukur, je në kohë ta ndërtosh të nga ana, pra ti rrisësh, unë do thoja find your value, rriti vlerën vetes. Dhe vlera vetes rritet duke bërë më të mirën në çfarëdo ti do të jesh, domethënë. Se ajo që do të jesh bësh më të mirën tënde. Sa i vjen edhe gradualisht, vjen edhe me moshë, edhe pjekuria, se janë ca gjëra, janë ca gola që ti do t'i hash në jetë dhe të tjera. Po s'ki merak, do të ndodhin. Ndodhin gjëra sepse është edhe faza biologjike që ti fillon i kupton. Por ti ke kuptuar ca gjëra më shumë se unë për shembull që kam qenë tërësisht naive. Për shembull 19 vjeç unë nuk e dija që ishin këta lloj njerëzish, por mendoj që duke rritur vlerën vetes dhe duke qenë plotësuar si nga ana profesionale, si nga ana familjare, mendoj që do të bëhet pak më e vështirë për të ashtu. Më pëlqeu shumë dhe një shprehje tek sa lexoja për këtë terapinë që thonte se ne nuk mund të ngrejmë mure kur na ndodh një ngjarje që mashtrohemi thellë, sepse ky mur mund të lë jashtë vetëm njerëzit që na bëjnë dëm, po edhe ato që janë të mirë. Patjetër. Ajo atë është duke bërë tani Teja, që ngre mure me gjithçka.
Dhe duke ngritë po tamam, mund të jetë një çun që kjo thotë jetë më kontrollon, ndërkohë që është një gjë tjetër pa e shef syrin e asaj dhimbjes. Unë them që kur merresh shumë me gjëra të bukura, me gjëra që të pëlqejnë në jetë, me profesione që të pëlqejnë, kur fokusohesh, tamam ti rrisësh vlerën tënde në treg, padyshim ashtruese do t'i afrosh, po e ke edhe më të lehti eksperienca, edhe ti largosh. Plus që teja mos ki frikë nga të gjithë njerëzit, se një pjesë e madhe unë gjithmonë them që janë të mirë. Pjesa më e madhe e njerëzve janë të mirë. Edhe unë mendoj, nuk e kam këtë që nuk them kur, por që deri tani nuk dua që të hapem, dua kohë që të punoj edhe me veten, sepse është shumë 5 vite, dhe dua të punoj me veten, pastaj të dalë dhe të mundohem të krijoj marrëdhënie. Pa është e nevojshme që teja të hapet, duhet të hapet patjetër. Këtu është e nevojshme apo thjesht të marr Jo, mamin? absolutisht çdo gjë. Ka dhe një pjesë të tonën që duhet ta ruajmë. Po. E vendosim ne të cilën pjesë të ndajmë, mos ndajmë, dhe tek teja është një eksperiencë që e bën të kuptoj deri ku mund të ndaj për rastin e saj. Secili nga ne vendos vetë për gjërat, po njeriu ne bën mirë edhe të ketë diçka të vetën, domethënë brenda mendimet tona, ato që mund të jenë ndoshta edhe të patregueshme socialisht. Po pra se teja e përsëriti disa herë që nuk daj dot gjëra, po nuk është e thonë të ndash gjithçka teja. Ti mund të ndash kohën në atë moment, në momentin që kalon dhe mendime dhe opinione. Të njëherë domethënë, sidomos në Shqipëri shpesh shoqëritë janë duan të krijojnë mbi të folurit për njerëz për të ndarë, ndërkohë mund të krijojë shoqëri shumë bukura për ide, për ëndra, për gjëra që bëni, për udhëtime bashk, për një koment për mali, dhe mund të krijojë shoqëri dhe pastaj në një moment tjetër që ti i rri afër, i jep një mendim, aq sa mund t'i japësh, ti qan të rri dikush afër. Unë nuk besoj që jo çdo lloj shoqërie, më fal për shprehjen popullore, duhet të jetë hapje barku. Besoj që ndoshta edhe ti do e kuptosh rrugës, sepse e kalove atë fazën e gjimnazit ku gjithçka për ne ishte shoqëria dhe gjithçka për ne është se çfarë mendojnë shokët për ne, do e kuptosh rrugës që nuk është dhe kaq e nevojshme kjo pjesë. Këto mund ta ndash me mamin, disa gjëra ti mbash për vete, dhe besoj që edhe më vonë një partner një kështu, secili duhet të di ato që ti duhet t'i japësh dhe të di, jo gjithçka. E di këtë pjesën që nuk duhet hap zorrët e barkut, siç është shpreh, por që më është bërë dhe pak problem kjo pjesa që çdo gjë që bëjnë ato unë analizoj shumë, e bëj shumë overthink, e mbimendoj çdo lloj veprimi, edhe më lodh edhe kjo, prandaj edhe jam shkëputur. E kjo duhet punuar në terapi. Po. Është një shenjë tjetër. Veç përgjithësimit, pjesa e mbi mendimit në shqip, siç mund të themi, është një tjetër shenjë që duhet punohet. Nëse është e lodhshme, se tha është e lodhshme zoruese për ato. Tash ti do të hidhesh, thash, një pjesë e madhe e njerëzve janë të mirë, por ti ke një gjë shumë të mirë që duhet ta kesh parasysh, që ti ke parë, e ke një eksperiencë, kështu që kur ke atë eksperiencën, për mua po të ulesh overthink dhe të hidhesh, siç hidhemi ne nga parashuta në llogara, siç hidhemi në det. Kupton, udhimi është shumë i bukur, ti sheh diçka, është eksperiencë për 99% e njerëzve. Por ai njeri dhe theu këmbën, nuk kemi çfarë të bëjmë tani, po ne nuk do nisemi me idenë që do thyejmë këmbën, apo do mbytemi në det. Kështu që në këtë rast, pjesa më e madhe janë okay. Dhe ti, të paktën, ke një besim tek vetja që në rast se ti sheh shenja, por duhet të jenë ato shenja, jo ti krijosh ti. Sepse prandaj thotë edhe Jona që ndoshta ke nevojë për terapi, se mund të jesh në fazë që i krijove vetë shenjat, se overthinking këtë bën që ti në kokën tënde krijon gjëra që nuk ekzistojnë. Por duke lënë veten të lirë, edhe ndoshta ose të shkosh në terapi ose të lexosh për këtë gjë, ka forma të ndryshme terapie. Unë gjithmonë jam edhe, sidomos vitet kohët e fundit, shumë e meditimit, por ti bëj një zgjidhje që të lehtësosh veten, sepse nuk ja vlen të lodhesh. Për të paktën është e vetëdijshme, se thot, unë e mendoj shumë. Po. Jo, është e vetëdijshme dhe bravo që edhe në këtë moshë është kaq e vetëdijshme dhe që na morin telefon. Unë të falenderoj shumë Tea. Besoj që jemi në rrugë të mbar, besoj që jemi. Mjafton paktën ke kujt i hapesh të shtëpi, ke dashurinë edhe gjithë vëmendjen. Ajo shoqja ajo është një rrugë tjetër problematike të vetes, edhe këto janë udhëtime shumë të vetmuara dhe të mashtruesve të këtyre njerëzve që kanë këto sindroma, janë shumë udhëtime të vetmuara dhe po ta mendoj shumë, domethënë më vjen dhe keq për ta, por janë udhëtime që ndonjëherë përfundojnë në burg, ndonjëherë përfundojnë në jetë shumë të palumtura, por me që janë mashtruese s'do e marrin vesh. Derisa ta shohim gazetë në portale. Falenderoj.
Shumë faleminderit dhe ju që më dhatë mundësinë ta flisja këtë si gjë dhe ta nxirrja të gjithë këtë si histori që të ndërgjegjësojnë dhe të tjerë nëse po kalojnë diçka Po, të tillë. absolutisht, edhe që në atë moshë fillon, edhe kështu që falenderoj shumë. Po, faleminderit ju. Po.